Përshëndetje dhe mirë se erdhe të dashur gafor në Letra Trofejnë, jam Diana, do bëj leximin e juaj të radhës. Kur e hedh vetëm një sy në leximin tënd është një javë që duket sikur jeta po të thot mjaft prite. Mjaft nuk bëre, nuk vendose, apo nuk veprove, apo çfarë do të jetë mjaft. Tani është radha jote. Ka një ndryshim ritmi që ndihet që në fillim të leximit. Diçka që ka qenë bllokuar fillon të lëviz, por pas stecësh përpara gafor, duhet të kuptosh një të vërtetë të rëndësishme. Pikërisht ajo të jep guximin për të vepruar dhe të çon drejt një jave plot të zhvillime. Por është në dorën tënde, që mund të jenë lajme dhe fitore të vogla që në fund krijojnë një ndryshim të madh. Java fillon me rrotën e fatit. Shikoni këtu, kjo është një nga letrat që tregon se rrota po kthehet në favorin tënd, prandaj është mjaft prite, mjaft çfarë do të jetë, duhet të lëvizësh. Një pritje fillon të marrë fund, një vonesë zhbllokohet, një situatë që të ka mbajtur pezull gafor për javë apo muaj fillon të marrë drejtim. Mund të mos ndodh gjithçka brenda ditës, por e ndjen qartë që era e situatës ka ndryshuar. Pikërisht në këtë moment del letra Epifani dhe kupton që gjërat nuk ishin ecur më parë. Të vjen një ide për gjërat ato që s'kan ecur, sikur pse, një arsye, një sqarim ose një bisedë që të bën të shohësh situatën krejt ndryshe. Ndoshta gafor ke inzistuar në një rrugë që nuk ishte më e duhura. Tani je duke kuptuar se ndryshimi nuk është humbje, por vërtet një mundësi. Gafor sa po e kupton këtë, dalim dhe nuk u mbet kohë, dalim në kalorësin e Gabrielit që të shtyn të veprosh. Telefonata që ke shtyr, që ja ke varta, them kështu, aplikim që ke munduar, bisedat që ke shmangur, kjo është java për t'i bërë mjaft prite. Nëse rri duke pritur momentin perfekt, ai moment mund të kaloj, nga që rrota e fatit këtu me këtë që fillojmë të dashur, nuk rri gjithmonë aty te ju, është energji që ecën. Letrat tregojnë se fiton ai që lëviz i pari. Por gjatë këtij rrugtimi do të dalë po del dhe 5 të Michaelit. Shikoj këtë personin këtu duke dalë me këtë aninje, apo jo, një lloj ere, tornado, fryme, të kujton të mos harxhosh energji në betejë që nuk të çojnë askund gafor. Mund të asësh një person që kërkon debat, provokim ose konflikt. Këtëherë fitoria nuk është ti përgjigjesh gafore, por të vazhdosh rrugën tënde. Jo çdo betejë meriton kohën tënde, investimin, apo të bësh debat. Jo çdo gjë është patjetër të luftohet. Dhe sa po nuk shpërqendrohesh, ta them nga kjo, çfarëdo që të jetë, gjithçka fillon të marrë shpejtësi. 8 të Gabrielit, që është prapë shenjë e zjarrit, fluturimthi tregon lëvizje të shpejta, telefonata, mesazhe, përgjigje, takime dhe lajme që vijnë njëra pas tjetrës. Është një javë ku mund të thuash më në fund po ndodh diçka. Ritmi do të jetë më i shpejtë se zakonisht, ndaj organizohu mirë gafore. Ky ritëm të çon te mbreti i Arielit, që flet për stabilitet, do thot duke ecur përpara shpejt, gjithçka po ndryshon në favorin tënd, duke filluar me rrotë të fatit që është vërtet në anën tënde.
në çështje pune, pra financash gjëra kështu do fillojnë të marrin formë. Mund të marrësh një përgjigje pozitive, një ofertë, ose të ndihesh më e sigurt për të ardhmen, duke i patur gjërat shumë më qartë. Nëse ke punuar me durim, kjo javë fillon të kthejë rezultate të pashmangshme. Pastaj vjen 6 të Gabrielit, të dashur, 6 të Gabrielit, dhe kjo letër është e vlerësimit në një farë mënyrë. Dikush e shikon për pjekën tënde, mund të marrësh një kompliment, një vlerësim, një falënderim, një sukses, ose thjesht të ndihesh krenar apo krenare për atë që ke arritur. Mos e minimizo atë që ke bërë. Shpesh je shumë kritik me veten dhe harron sa larg ke ardhur. Ky sukses hap derën e new beginnings, që janë fillime të reja, një kapitull i ri po fillon të marrë formë. Për disa ka formë mund të jetë një projekt i ri, për disa një ndryshim në punë, për të tjerë një vendim personal që ndryshon shumë gjëra. Nuk është fundi i historisë, është fillimi i një historie më të mirë, të dashur gafor. Këto fillime të reja është pikërisht ajo çfarë po them, nëse e kap momentin që, siç e tham, që në fillim të leximit. Dhe pikërisht kur mendon se ke arritur atë që doje, 8 të Rafaelit të bën një pyetje, t'ja them, të rëndësishme që ja bëjmë shpesh vetes: a je vërtet e lumtur për atë që ke? Apo je mësuar të qëndrosh aty ku ndihesh i sigurt? Mund të kuptosh se ka ende diçka të mirë që të pret, ndoshta jo menjëherë, por mjafton të mos kesh frikë të ndjekësh atë gjë, të ndjekësh dhe të zgjedhësh veten dhe gjërat e tua përpara, sepse ke pritur goxha gjatë. Gafor, siç thash, kjo javë fillon me një ndryshim të fatit dhe vazhdon me një zgjim që të ndihmon të shohësh më qartë rrugën tënde. Pasi merr vendimin për të vepruar, gjërat fillojnë të lëvizin shpejt. Shmang konfliktet e kota, sepse energjia jote duhet të shkojë tek mundësitë, jo te debatet. Puna dhe financat të japin shenja stabiliteti, vjen vlerësim për përpjekjet e tua dhe në fund kupton se ky është vetëm i fillim i një kapitulli të ri që do jetë shumë më i mirë. Pra, mos u kap pas asaj që ka mbaruar gafor, vetëm sepse të duket e njohur apo e sigurt. Jeta po të hap një derë më të madhe dhe këtë herë të kërkon vetëm një gjë: të kesh guximin të ndalosh dhe të mos presësh, por të veprosh.